Tregu i frutë të perimeve në lagjin rus mbetet një nga më të frekuentuarit në Shkodër, falë shumëllëshmërisë dhe cilësisë së produkteve. Megjithatë, përtej frekuentimit, shqetësimi kryesor i qytetarëve mbetet rritja vazhdueshme e çmimeve. Çmime, ma keq sa atë rritën pensionet veqi. Populli është fukara, nuk ka lek. Dhe ne, që kena me thamë? Po qëllësia e mirë është, a ke lek? Sipas tregtarëve, xhiroja ka rënë dhe kjo vjen si pasojë e emigrimit të mas, i cili ka të kurrur ndjeshëm numrin e blerësve. Fushia blerëse ka ra, për zotin një ditë na mes më na ardh më lazes, na me audicionin e me ik. As pak çmimet janë që 1500 lekë kile që zhi. Merret në Korç. Ai me marr pa lekë në Korç, 1500 lekë duhet më shi. Punojmë për 200 lekë. Së fundmi tregu i rusit ju nënshtrua një pastrimi të plot nga bashkia, duke përmirësuar kushtet higjienike përmes pastrimit dhe dezinfektimit, por megjithëse vlerësojnë këtë ndërhyrje, tregtarët kanë ende një kërkesë, vendosjen e banakëve në pikat e tyre të caktuara. U bë shumë mirë, u pastruan, u rregulluan, por prapë nuk ka rregull. Unë jam kanë spital të vizitu, kanë lut kush ka dashte ka çu banakun vend. Unë jam pik gazepit, lekun ja paguaj tani 1 për 1. Kalviz banaqet edhe kena ardhi shtetashti. S'kena si me punu. Tregu i frutë e perimeve në Rus u rekonstruktua disa kohë më parë pasi vuante për një periudhë të gjatë nga amortizimi, duke e kthyer në kushte optimale për tregtim.